flasim pak me Indrin. Indri, I cili humbi sfidën sonte dhe kërkoi që të mos shkonte në televotim, po ta ndërpriste me njëherë garën. Këto ditë kanë qenë të ngarkuara për të, pasi shkroi letrën drejtuar Vanesës, shumë nga fermerët e kanë komentuar dhe kanë hedhur akuza për vërtetësinë e tij, për faktin se nuk ka qenë sinqert nga fillimi, për falsitetin, etj. Ju lutem mundsoni lidhjen me fermën. Atëherë, yje jam sërish me ju, më dëgjoni aty? Po. Okej. Unë do kisha nevojë të flisja pak me Indrin në fakt, nuk e di nëse ai po ndrohet tani nga sfida, apo po vjen? Do të jetë duke u ndruar. Do jetë duke u ndruar. Okej, kam nevojë për të sepse do të flasim pak për situatën e spektaklit të kaluar. Ju e keni ndjekur dhe shumë nga ju janë shokuar. Unë kam parasysh shumë mirë tani për parasyve, sidomos mimikat e vajzave. Soni, ti mbete e befasuar nga letra, apo jo? Po, patjetër. Nuk e prisja fare për arsye se unë kam qenë afër me Indrin, kam diskutuar dhe shpesher kemi diskutuar për Vanesën, kështu që nuk e prisja këtë ndryshim. Është komentuar shumë në fermë, edhe mënyra se si ai zgjodhi që ta bënte edhe që të shkruante letrën, shumë nga fermerët kanë thënë pse nuk priti edhe kur mbaron ferma, edhe gati 2-3 javë për ta bërë këtë gjë në privatësi, mos ta bënte publike. Sara, ti ke arritur të analizosh diçka, ke arritur të mendosh diçka, pse ishte kjo zgjedhje prej ti? Për të rreshur vëmendje. Për vëmendje. Po. Okej. Ishte e tha dhe vetë, nuk ka më çfarë jep, kështu që një gjë më shumë, një mënyrë më shumë, edhe ka dash mbase të krijoj dhe një marrëdhënie të fundit këtu për të parë se sa mund të shtyhen. Okej. A je i të njëjtit mendim edhe ti, Ilir? Po, patjetër. Po, për vëmendje. Po. Moza, ti mendon pak ndryshe, apo jo? Po, gjithmonë mendoj ndryshe. Duke bërë një analizë, çfarë mendon se e ka shtyr Indrin të shkruaj atë letrën duke qenë brenda në fermë? Se të gjithë supozojnë që e ka bërë për lojë, e ka bërë për vëmendje, ndërkohë që ai thotë që unë thjesht hoqa një peshë, hoqa një barr dhe në ndërgjigjen time doja të isha i pastër. Ti si e mendon? Shiko, këtu unë nuk njoh asnjë që s'po luan. Edhe që s'po i bën gjërat për lojë, nuk njoh asnjë. Edhe ata që janë më moralistat, edhe më të rregullit, për lojë bëjnë edhe moralizimet e gjitha. Unë mendoj që ai ka qenë i sinqert që e ka bërë atë letër për të këput një marrëdhënie e cila me sa pa ai ishte ashtu siç ishte, u konsumua aty ku u konsumua dhe e kuptoj që s'mund të kishte vazhdim. Ndjenjat janë të çuditshme. Ndjenjat lindin, vdesin me një shpejtësi të jashtëzakonshme në një botë si ferma. Nuk jemi në botën përjashtë, po jemi në fermë. Kështu që këtu të merr erakollaj nëse s'ke rezonancë me dikë. Duhet të bësh personin pastaj tepër të rregullt që të presësh kur lodhen gjithë ata që bëjnë performancën, ti moralizosh, ti bësh edhe ndoshta pastaj nuk e di se si është fati. Di që të gjithë tu luajnë. Brenda asaj loje unë besoj që ky njeri ka qenë i sinqert me parametrat e sinqeritetit vet me atë vajzë. Sepse disa herë ja ka bërë ndukje dhe pamundësinë për një vazhdim absolut të përjetshëm. Ja ka bërë, ajo prapë u kthye, edhe ky e rimori duke menduar që në fundit është një dashuri që jep mbijetesë këtu dhe dha spektakle, dha diskutime, dha gjithçka. Po më pas e kuptoj që kjo këtu ishte. Këtu ishte. Shpeshherë e kuptoj me ndjenjat tona që aty kanë qenë. Unë ndoshta me këtë horizont gjërë që kam, ndoshta i bëj dëm vetësime, që pranoj njerëz ashtu, po në fundit një shoqëri e fuqishme është ajo që i pranoj njerëzit ashtu siç janë, dhe që ajo që ndodh gjejnë diçka të re për të parë, jo ta kancelojnë, hiq, edhe... Jo, e di çfarë dyshimi kam, kur flitet kaq shumë për lojën, dhe për Indrin këtë strateg të madh të kohëve tona, unë them, në qoftë se Indri do kishte qenë ky lojtar do ishte dikush që për 2 javë, pra, po flasim 2 javë, në qoftë se do vazhdonte Indri shkonte deri në finale, ose 3 javë, do kishte dëruar dhe nuk do ta kishte shkruar atë letër i vetëdijshëm që kështu do thyente besimin edhe zemrat e publikut që e ka ndjekur, e ka dashur historinë. Tjetra... Do me thënë, vetëm kjo është një paradoks që... Tjetra është i dha kohë dhe asaj vajzës që është jashtë, i dha kohën që mos ta humbasi. Mere kohën, i tha dhe përdore për vete, se unë nuk jam i Zotit të t'jap ty pritshmëri.
s'jap pritshmëri. Diçka tjetër me Gjithmonë kjo lëvizën, ndërhyr. prandaj e bëri. Por edhe mund të ketë dashur, është e drejtë njerëzore. Është e drejtë njerëzore. Bile edhe ajo dobësia që i pohoi asaj vajzës tjetër mu duk po prap njerëzore, sepse po t'ishte ashtu e mbante një herë u dogj. E mbante për brenda, e shikonte sa po avancon ajo, i bënte këto llogaritë siç din t'i bëjnë të tjerët. E tha troç që mu më pëlqen. Çfarë të keqe ka këtu unë nuk e di, po këta që e din, Qatë keqe ka, Sara? i prifte mbara. Tani unë e kam thënë në 2 praj me resht, mua nuk më pëlqen fare gjithë loja që ka bërë Indri, kam menduar që këtë gjë që bëri sot, që donte të ikte, duhet ta kishte bërë që ditën që bëri atë vajzë për qarë, dhe mos të ndryshonte strategjinë më pas vetëm sepse e pa që nuk i konvinjonte tek publiku dhe të krijonte një marrëdhënie me Vanesën. Më mirë të kishte ikur që në atë moment edhe do kishte qenë ashtu siç duhet, se sa gjithë këto zvarritje edhe lëndime që mund t'i krijosh një individi tjetër, më duket një veprim super egoist nga ana ti, narcisist, që ti për kënaqësitë tua personale bën tjetrin të vuaj dhe nuk pret që ta sqarosh një situatë, lutem se po flas. Dhe nuk pret që ta sqarosh një situatë që ti e ke nisur me dëshirën tënde, me vullnetin tënd, se po trajton këtë gjë sikur e kanë detyruar. Domethënë ai ka dash, është i rritur, mos e i rritur për të krijuar një marrëdhënie dhe për. Unë kam vazhdu, unë kam Ti e ke bërë se ti ke shkruar letrën. Atë letrën mund ta sqaronte kur dini si 2 njerëz të rritur, të civilizuar, po donte të bënte edhe një tentativë tjetër. Unë Vanesës Indri do ta thënë Që për mua është veprim egoist, narcisist, ky që ka bërë Indri. Edhe nëse është e vërtet, kjo është. Unë Vanesës i kam thënë Indri, kur ju ndat herën e parë, ktheu ke Indri. Duaje për këtu, sepse të duhet që dikush të mbaj dhe t'jeni bashkë, t'jeni të fortë, sepse këtu është shumë e vështirë po spate një mbështetje shpirtërore, një njëri për të biseduar, që të bisedosh sinqerisht, se këtu ti e duke performuar diçka të bukur, kush e di sa herë ka ndodhur që hikin sepse s'duan që të kesh protagonizëm. Të merret kjo që flet, të merr mikrofonin nga dora. Unë sot po bëja një spektakël të vërtet në dhomë dhe kjo hapi një bisedë vetëm për të bërë zhurmusin. Kjo që bëm bisedat e mia, s'kam nevojë të dëgjoj ty në çdo leksion që ti bën. Okej, mos të shkëputemi nga tema. Nuk jemi në auditor, Moza. Nuk jemi në auditorin tënd. Nuk dua të dëgjoj. Po bëja humor dhe gjithë. Po nuk më pëlqeu humori jot. Atëherë mund shkoje diku të bëje zhurmusin. Kisha ku të shkoje pra se ishin izoluar te dhoma. Të rije dhe mund të mbylli Atëherë, do bëj çfarë duash ti, do bëj çfarë duash. Moza dhe Sara, do rikthehemi tek tema që po diskutonim Indri dhe komentet që erdhen pas letrës së Vanesës në Fermi. Shohim se si e kanë komentuar situatën e Indrit banorët e tjerë, fermerët e tjerë. Dashur Nesa, nuk është hiç e lehtë për mua me ta shkruaj këtë letër, ashtu siç nuk do jetë as për ty me lexu. Fakti është që nuk besoj që historia jon mund të ketë një të ardhme, nuk kam ndjer atë mungesë dhe nuk të kam menduar ashtu siç e pritja. Fatkeqësisht kam ndjer një sens lirie. Kisha pas shumë dëshirë që kur të dal nga këtu të kemi mundësinë të takohemi dhe të flasim ballë për ballë për gjithçka. Mua boni çfarë, vishim Rejna, boni nga larg që do flasim pastaj, po e thash do flasim. Jo, se do gjë vete. Këtë ka bërë dhe me Vanesën. E majti na ajër 2 muaj. Po, është ai mashtrues aktor. Unë kam qenë aty. Po mbote si shumë i dhimbshëm. Edhe nga që pasha të bisede që e boni me mu, unë thash, Lale, ky e ka të nimes. Po kur doli këtu, thash plaka për çaj çaj e bish. Unë do t'ja nxibë këtë gjën atje. Nëse ka një njeri që unë nuk ja uroj finalen Unë e di që më një ai. A di si ato ty as ka pas lëgjë. Tra ai e kishte shkruar letën dhe vazhdon të ta luante rolin. Po më se edhe me mua kur bonte mua bëte luante rolin sikur e donte Vanesën. Ja thash 2 herë. E kanë qef gjithë. Jo, me Lale, çunë të kanë dignitet, që thu? Nëse s'do ishte narcisist dhe egoist, po thjesht idiot, nuk do ta bënte atë gjë. Mendon që do lidhet me Klevisën dhe do vazhdoj një histori që të kapet diku, që të vazhdoj lojën. E pau që u bo gati 4 prajme që vetëm unë Indri. Pse merret ai me goca që janë 9-30 vjeç? Po, edhe ajo është. Sepse janë goca që nuk kanë shumë eksperiencë. Ai s'është mashkull. Po sikur ti e bënte ajo? Që do t'i bënte ajo, e ka problem ky. Zemër ai që të dashuroj, do një temër që t'i shkaktoj traumë të fortë. Duhet i partner që të mbërthej në zemër, mbërtheu Vanesa këtë. Doli me qave këtë muhabet se u bë objekt.
qave tani. Po pa tjetër, kur bësh objekt pa qenë i sigurt. Jam Indri. Tani e ndjeqën. Ti që më more pilafin dhe më vrave zemrën. Brave mu, të vrafti mu. Indri, hajde këtu Indri. Indri. Jo, si bëjnë gjatë të tjela, me çmim ka qenë. Unë ja di lojme se do më dalim pra e me këto prapë. Dhe va shpinja a fund ta gjumë së Naiv, është i vogël. Kush mendon që ikën nesër? Indri, është e kotë që rinë në gjitha aspektet. Dhe lëshimi pjatës je kështu. Ike se zbojt kështu. Kokosha. Kështu ka qenë. për të zbukur. Playboy. Sot ka qef sonën. Dje kishte me Zhakun, par dje kishte me mua, pastaj me Klevisën. Të bësh gjëra në kurrizin e një njeriu që ka ndjenja, është gjë më e shpifur.